kur vjen prilli, të gjithë nxitojmë të heqim palltot, të ndahemi me dimrin e të përshafojmë pranverën, por shpesh në mënyrë të befasishme, moti përmbyset nga dielli në breshër nga ngrohtësia në acar, e këtë ndorrim të papritur, brezat e mëparshëm nuk e shpjegonin me fenomene atmosferike, por me një legjend të lashtë, plakat e prillit. Kjo gojdhan është rrëfyer brez pas brezi në Shqipëri, por edhe në të gjithë Ballkanin, nga veriu i Malit të Zi deri në Grishin veriore e Mutej. Ajo mishëron një mënyrë poetike popullore për të interpretuar kapriçot e natyrës gjatë pranverës. Sipas versionit shqiptar të legjendës, një plak e lodhur nga dimri i gjatë e i ftohtë vendos që t'i çojë bagtit në mal për të kullotur, duke parë që moti ishte bërë i ngrohtë dhe me diell. Plot vetbesim dhe ironi ndaj dimrit, ajo i thot: "Tani unë do t'i kullos, për sheh bagëtit, jam të mirë dimër, shkofsh në djall." Por dimri nuk e priti mirë këtë përçmim. Legjenda thot se Marsi i ndinjuar kërkoi 3 ditë hua nga shkurti për t'i treguar plakës se dimri nuk është as pak i pafuqishëm. 3 ditët që pasuan ishin të ashpra, ngrica bore dhe stuhi, plaka mbeti e ngrirë bashkë me bagëtit e saj në mes të malit, pikërisht në malin e Tumorit që shpesh përmendet në rrëfimet mitike shqiptare. Thuhet se ndodhi kjo ngjarje aty sipas gojdhonave ndodhet ende një gur në formën e një gruaje të ulur, nga ky gur buron ujë që njerëzit e në zonës e quajnë lotët e plakës. Edhe në kulturat e tjera ballkanike, kjo legjend ka versionet e veta. Në Bullgari njihet si zilet e Marsit, ditët e Marsit, ku Marsi është një burr i hidhuruar që i ndëshkon ata që e tallin. Në Serbi dhe Maqedoni, ditët e para të prillit njihen si ditët e plakës, që shënojnë një periudhë moti të paparashikueshëm. Ky rrëfim nuk është vetëm një përpjekje për të kuptuar motin, por edhe një pasqyrë me mençurisë popullore që e tregon natyrën si një fuqi të gjallë, me ndjenja dhe krenari. Plakat e prillit janë një kujtesë e ëmbël dhe ndonjëherë therrëse se nuk duhet të nënvlerësojmë asnjë stin, ashtu siç nuk duhet të nënvlerësojmë kurrë natyrën. Në fund të ditës kjo legjend është më shumë se sa një parallë, është një pjesë e trashëgimisë kulturore që bashkon popujt përtej kufive përmes miteve të përshtatshme dhe ndjeshmërisë ndaj mjedisit ku jetojmë. Dhe ndoshta herën tjetër kur prilli na sjell breshër mbi kopshtin me lule, do kujtojmë plakën që sfidoi dimrin dhe e humbi.